Ulemat shquar të periudhës së fundit osmane, miq të Ali Efendi Jakupit. Periudha e fundit e perandorisë osmane ishte një kohë mbushur me sfida të mëdha politike, fetare dhe kulturore, por njëkohësisht edhe me një gjallërim të jetës intelektuale islame, ku shumë personalitete të shquara të dijes të njohur si ulema luajtën rol kyç në mbrojtjen dhe zhvillimin e trashëgimisë islame arsimore dhe kombëtare. Në këtë kontekst historik, Ali Efendi Jakupi, njëri ndër alimet më të dalluar shqiptar, i cili jetoi në vijim të kësaj periudhe, u formua dhe veproi duke u ndikuar dhe bashkëpunuar ngushtë me disa nga figurat më të shquara të mendimit islam të kohës. Në historinë e mendimit islam në hapësirat shqiptare, figura Ali Jakupit shquhet si një personalitet që me urtësinë, dijen dhe vizionin e tij arriti të ndërtojë ura komunikimi me botën përtej kufive kombëtar, aty ku edhe e kaloi pjesën më të madhe të jetës së tij. Ishin të shumë personalitetet me të cilët kishte kontakte Ali Efendiu, por kësaj radhe ne do t'i veçojmë vetëm disa nga më të rëndësishmit dhe më të njohurit, të cilët jo vetëm që gëzonin autoritet të lartë fetare intelektual në botën muslimane, veçanërisht në Egjipt e Turqi, por lirisht mund të them se këta dhe ndikuan drejt për drejt në formimin dhe veprimtarinë e tij. Më sakt, emrin e Ali Efendiut e kisha dëgjuar që e vogël, madje edhe kishim shkuar për vizitë tek ai në njërin nga xhamit në lagjen Fatih. E mbaj mend shumë mirë se sa herë shkonim në Stamboll me babain, ai frekuentonte të gjitha xhamit për ta falur namazin. Në mohallën Fatih shkonim shumë shpesh, sepse atje ishte një imam i cili shquhej me zërin e tij, e që si fëmijë babai më pati shpjeguar se ai e kishte vendin e parë për leximin e Kuranit. Më vonë kuptova se ai ishte Hafz Abdulrahman Gürses, Reisul Kurra, ose antari jurist në përgarat e Kuranit, e që atë babai im e kishte njoftuar nëpërmjet Ali Efendiut. Hafz Abdulrahman Gürses që bërë sebeb që Ali Efendiu të vinte nga Kairoja dhe të vendosej në Stamboll. Më vonë, gjatë kohës së studimeve të mia në Kairo, Ali Efendiu ne kisha dëgjuar edhe nga shokut e tij të pandar, profesor Tefik Nahi dhe zotri Kerim Haxhiu. Që të dy për Ali Jakupin i kishin fjalët më të mira, si për dijen dhe njohuritë e tija, e aq më shumë për njerëzillukën dhe gatishmërinë e tij për ndihmë. Profesor Tefiku për të sa herë do të thoshte, ai ishte më me fat nga të gjithë ne, sepse shkoi e u vendos më afër vendlindjes, ndërsa zotri Kerim Haxhiu ne pata dëgjuar të thoshte, nuk më shkohet më në Turqi nga se nuk e kam më atje Ali Jakupin. Gjithashtu, edhe shumicën e personaliteteve miq të Ali Efendiut kam pasur rastin të dëgjoj dhe lexoj nga fëmijëria, sepse ata ishin elita e ulemave në kohën kur punoi dhe veproi babai im. Ali Efendiu në verën e vitit 1932-33 do të vinte në Preshev që për disa muaj të ndiqte dhe të përsëriste mësimet e ixhazetit në medresen e Preshevës, tek Myderrizi Hafız Nexhatiu. Këtu ai përsëriti mësimet e gjuhës dhe librin mbi shkencën e logjikës Isa Guxhi. Ai dëshiroi të përfitonte gjithashtu edhe nga dituria dhe metoda mësimore që praktikohej në medresen e Preshevës. Prandaj edhe ju rrek mësimit me këmbgulje, me çraste dhe habiti për të mirë Myderris Hafız Nexhatiu, i cili pas kësaj asnjëherë nuk do pushonte se lavdruari dhe veçuari studentin e tij më të dalluar që kishte pasur. Edhe cilësitë prej njeriu të modest, të sinqert dhe të butë që kishte Ali Efendiu mbetën të pashlyera në kujtesën e Myderris Hafız Nexhatiut, të familjes së tij dhe studentëve të tjerë të kësaj medreseje. Reflektimi i shpejtë, dijet nga medreset e Gjilanit, Shkupit dhe ajo e Sarajevës kishin ndikuar që Ali Efendiu të mbetet gjithmonë emblem e inteligjencës dhe edukatës edhe në familjen e Hoxha Efendilerve, edhe tek të gjithë talebet e medresesë së Preshevës të drejtuar atë botë nga Myderrizi i njohur Hafız Nexhati Efendiu. Myderris Hafız Nexhatiu Efendiu gjithmonë do ta përsëriste me mburje. Kam pasur shumë student, por Ali Efendiu ne kisha ndër më të zellshmit, më të ndershmit, më punëtorët, nuk i interesonte asgjë tjetër pos mësimit. Erdhi të mësonte dhe duke më mahlitur e mbaroi atë që ishte zotuar. Derisa vinte tek shtëpia jon, ai do ta kishte përsëritur kush e disa herë mësimin dhe do të ishte përgatitur mirë për mësimin vijues. Ai ishte 10 herë i zgjuar e 100 herë i ndershëm. Erdhi në tempullin e diturisë dhe mori dijen që synonte. E meritoi dhe ma fitoi zemrën, andaj edhe ja pa hajrin dhe u bë alim i dalluar. Derisa ishte në Kairo, Hafız Nexhatiu i dërgoi shumë revistat kohës, e pastaj edhe kur u shpërngu në Turqi, vazhdimisht i dërgonte literaturë të rrallë të zgjedhur. Rrugtimin akademik e kishte filluar nga Gjilani në Shkup në Sarajev, e prej aty në Preshev dhe në Kairo. Me të shkelur në Kairo, Ali Efendiu menjëherë e gjeti veten sepse fal të gjithëve, ai që në fillim filloi të gjitha njohurive, ai filloi të lëvizë dhe të integrohet në mesin e një bote pothuajse tërësisht të ndryshme. Kjo lëvizje dhe ky integrim e bëre atë shumë frytdhënës,
që në ditët e para u njoftua me Shehul Islamin e Perandorisë Osmane Mustafa Sabri Efendiun, i cili tani më kishte kohë që ishte vendosur në Kairo. Në këtë mes akademikësh, ku debatohej dhe shkëmbeheshin mendimet ndryshme, Ali Efendiu përfitoi dhe u ngrit edhe më shumë, fal dijes dhe njohurive të tija që nga fillimi ai mësonte dhe përgatiste kuadrot e studentëve të Azharit, por në anën tjetër nuk ndahej as pak nga Mustafa Sabri Efendiu. Në këtë mes, ai kishte përfituar edhe dashurinë dhe respektin e madh të Shehzade Mehmet Shevket Efendiut. Bile këta të dy, Ali Efendiun e konsideronin si antar të afërt të familjes. Profesor Dr. Osman Öztürk, Ali Efendiun e quan Mahbubul Kulub, përfituesi i zemrave. Këtë epitet ai e meritonte aq shumë sa që më vonë Mustafa Sabri Efendiu dhe Shehzade Mehmet Efendiu do ta kishin prezent atë në secilin delegacion të tyre, bile edhe në takimet e tyre me krerët e shteteve. Bashkë me Shehul Islamin, Ali Efendi Jakupi e kishte takuar edhe mbretin e Shqipërisë Ahmet Zogu. Vlen të theksohet se Shehul Islami dhe Shehzaden do ta vizitonin shumë mbretër, njerëz diplomat të shteteve të ndryshme, ulema, letrar, akademik, mendimtar të kohës, e në këtë mes patjetër se do të debatoheshin çështje të ndryshme dhe do të paraqiteshin mendime të ndryshme shkencore, gjë që e brymosën edhe më shumë personalitetin e tij. Të gjitha këto rrethana më vonë pra ndikuan që Ali Efendiu të krijonte një personalitet edhe më të ngritur. Njohja gjuhëve si arabisht, persisht, frëngjisht, anglisht, bosnjakisht, serbokratisht, osmanisht, turqisht e shqip, i kishte mundsuar atij një hulumtim të gjerë në gjuhë dhe kultura të ndryshme, por edhe pasurim të hershëm në fusha të ndryshme. Mehmet Ihsanoglu, babai i profesor Dr. Ekmeleddin Ihsanoglu, Ali Efendiun e kishte takuar në Kairo. Ali Efendiu e kishte takuar në Kairo në kohën kur Yozgatli Ihsan Efendiu ishte profesor në medresen e Sultan Mahmutit të dytë dhe profesor i turqishtës në Universitetin Ain Shams. Me të kishin pasur kontakte të afërta. I biri i tij profesor Ekmeleddini në librin e tij kushtuar babait të tij, Kajbollan Dynjada Nurlu Birsima Yozgatli Ihsan Efendi, një fytyrë nur e humbur nga kjo botë, Ihsan Efendi Yozgati thotë se Ali Jakup Efendiu ishte mik i afërt i babait tim. Babai im Ihsan Efendiu madje ja kishte besuar edhe mësimin e Kuranit dhe gjuhës turke për mua dhe vëllain tim të ndjer Yahya. Lidhjet tona nuk i shkputëm asnjëherë, madje as në kohën kur u shpërngulëm në Turqi. Sa herë më takonte më thoshte, babai yt është sikur malet e Himalajës. E mbaj mend fytyrën e tij të buzëqeshur dhe natyrën e tij të këndshme. Babai im pavarësisht bindjeve të kundërta politike, por ideve të njëjta fetare, e respektonte shumë Shehul Islamin. Ali Efendiu bashkë me Shehul Islamin, Mustafa Sabriun, të birin e tij Ibrahim Bey'n dhe Shehzade Mehmet Shevket Efendiun shumë shpesh na kanë vizituar në shtëpinë tonë, e përfundon profesor Ekmeleddini librin e tij. Në librin e tij, Ali Efendiu, profesor Ekmeleddini nuk e harroi askur e themeloi enciklopedinë islame turke, sepse për biografinë dhe veprën e tij përpiloi një zë të veçantë. Profesor Dr. Mustafa Ismet Uzun, ish student i Ali Efendiut, në kohën kur ai ishte asistent në Institutin e Lartë Islam në Stamboll, tani më vetëm se ishte formuar, por dëshironte të ndiqte leksione të cilat nuk i kishte mësuar në qarqet shkencore, gjersa i kishte përfunduar studimet e tija. Profesor Uzun thot se me këtë kishim lidhje të hershme, sepse nga Kairoja në Stamboll ai ishte kthyer në udhëheqjen dhe përcjelljen e babait të tij, Ali Uzun Hoxha Efendiut. Profesor Uzun thot se Ali Efendiu kishte shpjeguar librin Edebud Dunya wa Din, si dhe Ihyaul Ulumuddinin. Thot librin Edebud Dunya na ka shpjeguar në xhamin Mesih Pasha aty tek dhoma e muezinit, e këtë cikël muslimor ata do ta ndiqnin një herë në javë pas namazit të akşamit e deri në Yaci. Mustafa Uzun e admironte arabishten e Ali Efendiut, por edhe shpjegimin e tij që herë thoshte se e pasuronte me pyetje dhe debate të lira, sekuenca humore që ata i dispononte, i lironte dhe vijonin me kënaqësi mësimet në vijim. Ai thot, Ali Efendiu na mësoi, na aftësoi dhe u bë sebeb që ne të mësonim arabishten aq mirë edhe pa shkuar në vende arabe. Përmes tij e mësuam Kairon dhe Misirin në përgjithësi, jetën dhe funksionimin e botës arabe lindore dhe të arabëve, lashtësinë e civilizimit egjiptian, në kuadër të së cilit është edhe njëri nga universitetet më të vjetra në botë Al-Azhari. Më vonë, gjatë pjesëmarrjes në një konferencë do ta takoja profesor Mustafa Ismet Uzunin, me çfarë biseduam gjatë mes tjerash, ai më tha dhe këto fjalë. Unë nuk do të mund të perfeksionohesha si filolog i mirë fillt i gjuhës osmane turke pa mësimet e Ali Efendiut. Kishim bereqet leksionet e tij, ato më përcollën gjatë gjithë jetës. Pa mësimet e ndjekura tek Ali Efendiu nuk do të arrija të përpiloja afër 150 zëra në enciklopedinë islame turke. Ai ka qenë dhe mbetet ikon e dijes tek ne. Po ashtu, edhe gjatë bisedave dhe takimeve me doktor Nejdet Yilmaz, pastaj me shumë profesor të tjerë, Halid Zevalsës,
Hasan Kamil e të tjerë, të cilat i thanë fjalët më të mira për Ali Efendiun. Në punimin ton, pra në versionin për botim, padyshim se do të shqyrtojmë dhe do të paraqesim gjëra gjatë këto personalitete, të cilët i njihte dhe me të cilët kishte kontakte Ali Efendiu, duke u përqendruar kryesisht në karakterin e marrëdhënieve që kishte me ta, ndikimin që ata kishin në formimin dhe veprimtarinë e tij, e më vonë gjithashtu edhe ndikimin që ky kishte në formimin e personalitetit të studentëve të tij, si dhe rolin që ai vetë luajti në ndërlidhjen e botës shqiptare me botën islame dhe akademike ndërkombëtare. Ju falenderit.